Përshëndetje miq të Radio Travel, jeni duke dëgjuar edicionin më të bukur informativ. Pse bisedat me të panjohur na bëjnë më të mençur? Në një botë ku frika nga të panjohurit është bërë e zakonshme, studimet tregojnë se bisedat me njerëzit që nuk i njohim mund të na bëjnë më të lumtur, më të hapur dhe më të zgjuar. Edhe pse për dekada jemi rritur me idenë se të panjohurit janë të rrezikshëm, realiteti është se shumica e njerëzve janë miqësorë të gatshëm për komunikim. Hulumtimet psikologjike tregojnë se njerëzit që flasin me të panjohur ndihen më pak të vetmuar, kanë humor më të mirë dhe një ndjenjë më të fortë përkatësie. Shumë herë frika jon për refuzim apo situata të pakëndshme rezulton e pavërtet, pasi bisedat shpesh dalin të këndshme dhe pasuruese. Të flasësh me të panjohur na ndihmon të kuptojmë botën përtej rrethit ton, na bën më empatik dhe na sfidon të rishikojmë parajgjykimet tona. Aiden, 9-vjeçar që ëndërron të shërojë trurin e fëmijëve. Vetëm 9 vjeç, Aiden Wilkins nga Pennsylvania ka nisur universitetin duke u bërë studenti më i ri në historinë e Yurnus College. Ndërsa bashkëmoshtarët e tij janë ende në bankat e shkollës fillore, ai studion anatomi dhe kimi duke ndjekur me vendosmëri ëndrrën e tij të madhe. Që në moshë shumë të vogël, Aiden ka treguar inteligjencë të jashtëzakonshme. Zgjidhte problemet algjebrike, kaloi testet për nxënës të talentuar dhe u regjistrua në shkollë të mesme shumë më herët se të tjerët. Sot ai kombinon mësimet e shkollës së mesme me leksionet universitare. Motivimi i tij është i thjeshtë dhe prekës, dëshira për të ndihmuar fëmijë si ai që përballen me sëmundjet neurologjike. Pas 12 vitesh paralizë, shkenca i rikthen sërish ecjen një njeriu. Pas 12 vitesh në paralizë, Gert-Jan Oskam, një burr holandez, ka arritur të ecë sërish fal një teknologjie revolucionare që lidh trurin drejt për drejt me shtyllën kryqëzore. Implantet elektronike transmetojnë vendimet e tij te muskujt e këmbëve, duke i dhënë trupit aftësinë të lëvizë përsëri. Me stërvitje dhe rehabilitim, ai tani mund të qëndrojë në këmbë, të ecë të ngjisë shkallë, me lëvizje më natyrale se kur më parë. Ndryshe nga teknologjitë e mëparshme ku lëvizja kontrollohen nga kompjuteri, ky sistem i ri i jep pacientit kontrollin e plotë mbi trupin e tij. Zhvillimi i realizuar nga studiuesit zviceran dhe i publikuar në revistën Nature është ende në fazë eksperimentale, por ekspertët e konsiderojnë një hap të madh përpara në mjekësi. Djali 13 vjeçar notoi për orë të tyra për të shpëtuar familjen e tij. Një djalë australian vetëm 13 vjeç bëri një heroizëm të jashtëzakonshëm, duke notuar për 4 orë pa i lek shpëtimi për të marrë ndihmë për nënën dhe 2 motrat e vëllezërit e tij, të cilët kishin mbetur të bllokuar në det. Familja e tij kishte dalë për një ditë në plazh, por moti ndryshoi papritmas dhe kajaku i tyre u përmbys. Nëna Joanne dërgoi Austin drejt bregut për të kërkuar ndihmë, ndërsa ajo qëndroi me fëmijët e vegjël. Është absolutisht i mrekullueshëm, tha nëna e tij, jemi shumë krenar për të. Autoritetet australiane shpëtuan më pas familjen dhe ndan pamjet e mrekullueshme të shpëtimit. Groja fitoi vilën 4.5 milion dollarësh duke injoruar këshillën e burrit. Nicola u bë multimilionere pasi fitoi një vilë luksoze në Lake District të Anglisë me liçenin e saj private të gjitha mobiljet përfshirë, pavarësisht se burri i saj Martin i kishte thënë të ndalonte pjesëmarrjen në konkurse. Kam dashur gjithmonë të mbështes bamirësi edhe nëse nuk fitoja asgjë, tha ajo. Por kjo fitore tregon se për këtë arsye nuk e dëgjoi kurrë burrin tim. Ajo kishte bler biletën fituese për vetëm 25 pound në një konkurs nga Omaze, organizatë që jep çmime të jashtëzakonshme dhe mbledh fonde për bamirësi. Fitimi përfshinte shtëpinë 4.5 milion pound plus 250.000 pound cash për të ndihmuar në vendosjen në pronë. Nicola mund të zgjedhë të jetojë aty, ta jap me qira ose të shes për të bërë edhe më shumë e pasur. Dhe me këtë lajm ne kemi arritur në fund të Happy Feet dhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi sërish nesër vetëm në Radio Travel.